13 motoristë nga Kosova, pjesë e shoqatës Shqiponjat Kuqezi, janë dalur në qytetin e Korçës si pjesë e një turi që po zhvillojë në të gjithë Shqipërinë, të nisur me motor nga Zvicra. Ata kanë përshkuar disa prej qyteteve kryesore të vendit, duke përjetuar nga afër bukuritë natyrore, mikpritjen e banorëve dhe kulturën vendase. Antarët e shoqatës së motoristëve theksuan se kjo nismë synon të promovojë Shqipërinë përmes komunitetit shqiptar në diasporë, si dhe të forcojë lidhjet mes shqiptarëve kudo që ndodhen. Kemi ardhur nga Zvicra, kemi ardhur të vizitojmë Korçën, një vend shumë bukur, një vend me një kulturë shumë plashtë, bukur, pak a shumë e njohshëm si histori Korçën. Na pëlqen pjesa malore e Seka, na pëlqen Leskoviku, jemi ardhur rrugës Malit, rrugës Re. Natyrë shumë e mirë, shumë e bukur. Për këtë punë jemi edhe këtu. Jemi ardhur ekstra prej Zvicrës këtu. Kemi ndaj 8-10 ditë këtu. Edhe kthehem direkt për Zvicrë vetë. Për mua kjo është treta herë. Kjo tur se pe marrëm në Shqipëri, edhe besoj se nuk do të jetë e mrama. Do të vim edhe një 20-30-50 herë. Jam konë gjithmonë në Evropë. Për Shqipëri është numër 1. Pse se i ka 3 koha. E ka detin tropike, kohën tropike. Atë ngjitesh më nelt, kohë mesatare si në Evropë. Ma në fund, ku gjitesh bjeshkve, ki kohë shumë të ftoftë. Shoqata Shqiponjat Kuqezi numëron rreth 30 antar dhe kjo nuk është hera e parë që ata organizojnë një tur të tillë në vendin tonë, me moton një komp, një gjuhë, një flamur. Këto iniciativa mbeten dëshmi e dashurisë dhe krenarisë kombëtare që bashkon shqiptarët përtej kufive shtetëror.